Deri dje akuzoshin mua po punë prostitucioni. E të mërshme. Deri dje prostitucion, se që thoshin, janë shit atje në Gjermani, o kështë ashtu. Unë punë këti, sepse mi njëri që të ret, bërtet, ullëret, kërcënon, nuk merem do t'unë. Përveç se shtetë unë nuk merem. Kur kështë vajtë të burim atje, kështë dalë në suggestim. Të e kërcënu, të e bërë, dhe në atë kohë e kishin dërguar në policit e komisariati nëmër 2, për hajdut likë, për punë hajduti, që kjo është hajdut. Okej, kjo dashnori në gocës zestim, me se që është kishë shpil nuk e di shumë mirë. Okej, në rregull, i thash burit tim, më prit në Tiranë se unë po nisem, dhe unë atë ditë jam nisur direkt nga Gjermania për Shqipëri. Ditën tjetër në mëngjes jam nisur nga shtëpia e burit tim dhe kam shkuar ke shtëpia ime. Pajtë të puse çelësat, nuk më hëpshin çelësat. Unë nuk dua të lej në Shqipëri, nuk dua të rri